Ka hapësira të gjelbra, por ka edhe shkolla të gjelbra. Me një të tillë do t'ju prezantojmë sot. Kjo është shkolla Ptolemy Xhuvani në Elbasan, një institucion që është bërë model i shkollave të së ardhmes. Mbi terracën e shkollës janë vendosur tashmë panele fotovoltaike që mbulojnë furnizimin me energji elektrike. Ky projekt, që promovon energjinë e rinovueshme, ka shkuar përtej një nisme energji kursyese. Ai është kthyer në një model të vërtet frymëzues për nxënësit e shkollës që janë përfshirë në të. Ky model nuk e sheh shkollën vetëm si institucion mësimdhënës, por si një mjedis që udhëheq dijen drejt ndërgjegjësimit e inovacionit. Energjia e rinovueshme është ajo lloj energjie që nuk ka shtërim dhe është më e sigurt se sa energjitë e parinovueshme për ambientin, për ndotjen e mjedisit, jo nga ndotja fizike, por nga ndotja e ajrit. Panelet fotovoltaike ndihmojnë për krijimin e energjisë që vjen nga dielli dhe e shfrytëzojmë në shtëpitë tona. Neve kemi të instaluar në shtëpinë tonë dhe e përdorim për kursimin e energjisë. Edhe pse konceptet disi të reja për vendin tonë, të rinj din të tregojnë më së miri dobitë e paneleve. Ato nisin që nga ulja e shpenzimeve për faturat e energjisë e deri tek ecuria normale e rrjedhës mësimore. Tiku është një nga lëndët e mia të preferuara dhe më pëlqen shumë, domethënë, ta kryej këtë lëndë pa ndërprerje dhe pa patur probleme të energjisë elektrike apo internetit apo çdo lloj elementi që lidhet me energjinë. Para paneleve diellore kishim dy probleme të tilla, si për shembull ndërprerjes së elektricitetit, dritave që iknin. Po me anë të paneleve diellore kemi arritur të ta kryejmë lëndën pa probleme të atilla. Nxënësit nuk janë vetëm përfitues të projektit, ata janë ambasadorë të rinj. Duke mësuar si funksionojnë panelet diellore, ata mësojnë se ndryshimi fillon duke kuptuar, dhe kjo filozofi ka shërbyer si mesazh që fëmijët e kanë çuar edhe në familjen e tyre. Jam përpjekur që t'i them familjarëve që të mbajnë tratat fikur, të heqin nga priza elektroshtëpiake që harxojnë energji kur janë të papërdorshme. Energjia e rinovueshme nuk është më një koncept i largët. Panelet fotovoltaike të instaluara në shkolla prodhojnë energji nga dielli, burimi që nuk shteron dhe nuk ndot. Kam bërë një projekt me grup mosha të ndryshme, por te ai projekti kemi prezantuar mënyrën se si funksionojnë panelet diellore. Pra, se si drita bie te panele, dielli, energjia që jep. Më pëlqeu fakti që u nis nga shkolla kjo mendimi për panelet diellore dhe ai projekti u bë duke punuar, po edhe duke mësuar, edhe duke u zbavitur. Panelet diellore nuk prodhojnë vetëm energji, ato prodhojnë vetdije. Nxënësit mësojnë në këtë mënyrë se çfarë do të thotë kursim energjie dhe përdorimi zgjuar i burimeve dhe përgjegjësi në kohë krize energjetike. Një projekt që kemi trajtuar janë panelet fotovoltaike, që i kemi edhe në shkollë, kursejnë energjinë tonë. Ne panelet diellore i kemi edhe në shtëpi dhe i kemi vënë për të kursuar energjinë. Në atë periudhë, energjia elektrike ka qenë e shtrenjtë. Por ndërgjegjësimi nuk ndalet vetëm tek panelet. Nxënësit janë bërë pjesë e aktiviteteve të riciklimit, pastrimit dhe krijimit me materiale të ripërdorshme. Për një periudhë kohë një vjeçare, një vit shkollor, neve sollëm të gjithë nga shtëpia disa mjete të riciklueshme që i peshonim çdo ditë, sepse në fund të vitit do të merrnim një lloj çmimi sensibilizues për mjedisin, që rëndësia e mbrojtjes së mjedisit dhe riciklimit është shumë e lartë. Dhe këtë dojmë ta shfaqnim këtë të gjithë nxënësit, por jo vetëm. Jam shumë e lumtur
dhe kishte një impakt të mirë tek ne dhe tek të tjerë. Kemi pastruar shkollën, rrugët që janë afër shkollës, kemi bërë mokete të ndryshme, materiale të vogla, të riciklueshme, për shembull mbajtëse lapsash, shumë gjëra të bukura kemi bërë. Merrnim bidona, kanace ose qese me tje plastike dhe i peshonim çdo mëngjes në shkollë dhe ai që kishte grumbulluar kanacet dhe bidonat për mëdhenj do fitonte një çmim. Dhe aty i jepeshin 3 çmime. Unë ndjeva shumë mirë sepse në projektin e riciklimit kuptova me vërtet se çfarë do të thotë të mbrojt mjedisin. Më pëlqen riciklimi dhe kam ricikluar, kam marrë pjesë edhe në aktivitete të riciklimit dhe ndjem shumë mirë që edhe në shkollë promovohet, duke nisur nga shkolla promovohet riciklimi. Sot, këta fëmijë janë përfitues të energjisë së rinovueshme, ndërsa nesër ata do të jenë të rriturit që dinë të mendojnë ndryshe.